Si tillë është diskutuar pastaj në media kjo ndryshimi i votave dhe i renditjeve në disa komuna, disa prej tyre vetë se janë thelluar balotazhet, po them, dhe rezultatet siç kanë qenë vetëm janë rritur përqindjet dhe çka do të ndodh pastaj tutje me këto rezultate dhe me kandidatët për kryetar nga komunat, dim pra që janë 17 komuna që kanë shkuar në balotazh, vetë të shihet më 9 nëntor. Por përveç kësaj do të flasim edhe me zhvillimet e fundit që e dim që edhe ky 10 ditë i kurtit pothuajse është në përfundim dhe duhet sa më shpejt të dorëzohet një emër dhe të procedohet tutje me zgjedhjen e qeverisë, por çka do të ndodh mbetet të shihet sepse ende nuk kemi parë ndonjë lëvizje sa i përket kësaj ndonjë ndryshim të qëndrimeve. Kemi parë aktorë politikë të cilët deklarojnë që më mirë do të ishte që vendet të shkojnë në zgjedhje, por sa do të arrihet kjo apo do të ketë një marrëveshje vetë të shihet gjatë ditëve në vazhdim. Për të diskutuar për këtë në studio kam Visar Dilin. Visar, mirëmëngjes dhe faleminderit që jeni. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën, kënaqësi. Jeton Halimi, mirëmëngjes jeton, faleminderit që je këtu. Faleminderit, mirëmëngjes juve, faleminderit për ftesën. Dhe përmes një lidhje direkte është edhe Korab Blokaj. Korab, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit. Dhe po e nisim Visar me ty pra e pe votat të diasporës, dikun kanë lëvizur renditja, dikun veç e ka thelluar, po them kështu balotazhet. Votat e diasporës nuk është diçka që është e papritshme. Kemi tashmë vite që votat e diasporës anohen edhe shkojnë me mas ka lëvizje vetëvendosje. I kemi dy teori cilat faktikisht po qarkullojnë tash e sa vite në vendin tonë se është e drejtë apo jo e drejtë që dikush të marrë vendim mbi nga larg për neve këtu që jetojmë në Kosovë. Unë po besoj që përderisa kushtetutja e lejon çdo secilit të votojë, ta shfrytëzoj mundësinë. Unë ashtu kështu jam shumë demokratik në këtë aspektin e votës, mund pengoj njerëzit të cilët nuk e shfrytëzojnë mundësinë e votës, e përderisa na këtu në Kosovë nuk e shfrytëzojmë atë mundësi të bëjmë ndryshimet mbrana, ja japëm hapësirën dikujt tjetër i cili në 24 shtat nuk është në Kosovë edhe jeton dhe qarkullon vetëm me themi lajmet e portaleve të ndryshme në rrjetet sociale, atëherë patjetër që do të ndodhin edhe këtë lloj fenomene. Se a janë pozitive apo negative, pastaj është një çështje tjetër e cila besoj që don një analizë pak më të thellë, po që janë të pritshme që do të anohet një farë forme vota e tyre, ajo që thash në fillim është e pritshme. Jeton? Të tha kolegë shumë mirë, tash mase ka dhe i plotson edhe ligjërisht për me votu, po prapë është një sen tjetër, se për derisa me gjithë respektin për çdo marrëgjimtar, qoftë hajde zgjedhje të përgjithshme, parlamentare mund, po zgjedhje komunale se çështja e kryetarllëkëve të çdo komunës, edhe kryeqyteti besoj që e ka vendin e vet dhe ai do të më votu për qytetarin dhe për kërkesat e qytetarëve dhe të familjarit të qytetarëve. Dhe shtoj këto fakte, nëse një marrëgjimtar, e tha shumë mirë kolega, 24 shtat si jeton këtë, dhe fëmijë si shkollon këtë, dhe s'pagun taksa paguese sa paguajnë onet te ai dhe ata tjerët, besoj që është e dëmshme edhe vetë për atë komunë me armë me votu dhe me ta zgjedh një kryetar që ai faktikisht nuk e merr atë beneficin që e qëtë votën. Në rregull, ligjërisht mundet, po është ona medalë tjetër se pe domton dhe po bën përçamje dhe pe hub orientimin e krejt asaj komunës, faktikisht se aty është vota në pyetje, dhe faktikisht jep mundësi me shku përpara, ndoshta vota tina e çon ata përpara që s'dar. Po si do të qoftë tash po mas lejohet ligjërisht, unë për vetë së këshillon vetë personaliteti jam me shumë me votu me një vend që kam një banesë, një shtëpi, po nuk jetoj aty dhe nuk japi kontribute për atë komunë. Pikë është kjo. Ne kemi në Kosovë, falë se për marrë dhe pak kohë, kemi në Kosovë shumë shtetas të cilët e kanë pasaportën e Shqipërisë edhe që shkojnë në zgjedhje dhe votojnë në Shqipëri. Nuk është ata njohin politikën ditore të Shqipërisë. Jo, ama ata manipulojnë, ai që ja kallon shtetësinë thjesht. E shfrytëzojnë atë mundësi. Pra, dallimi mes një mërgjimtari, votës një mërgjimtarit edhe votës të cilën e japi one ti edhe ai tjetër në zgjedhjet lokale, është që na ma shumë kena me votu për plan programin ose edhe individin, se sa për logon e partisë.
Ajo që dallon mes neve dhe atynve është që ata kanë me votu për logon e partisë, Dhe kjo për mas neve njerët bën saktum që diferencën. marrin urna për me votu XY-nit. S'moj me thënë që marrin urna, unë kam shumë mergjimtarë të cilët e përkrojnë lëvizjen familjar, të cilët e përkrojnë lëvizjen vetëvendosje, nuk kanë marrë urna, po e kanë votu vetëvendosin. Tash është ona medaljes këto tash. Nëse tash mua, pse më marr dikush me maqeveris, Komune e Prishtinës, të paktën që s'është edhe Prishtinë. Pse ashtu? Pse une jam i natë, pse s'du më marrë dikush pjashtë se ai mas pari s'ka sentiment për Prishtinën, si din senet elementarët kryqëtetit, si din rrugës, si din lagjet dhe shumë probleme që mundet ai mund mi pas. Kuptohet, partia ka individ, ka në për shembull çdo lagj art. Po sidoqoftë, sikur ai që ka lind këto dhe që e don dhën, one ku dush më shku, ku dush më shku në Amerikë. Po lloqin e Prishtinës se japë me komedi se këto të partë mi janë lidhe, këto kanë me vdek krejt, dhe këto du me tu dhe nuk du me bo as kuj si kombinat, as kuj që, po du një njeri i kërë qytetit me madhe se aj e din dhe ka sentiment për Prishtinën pik, dash dhe të na shajnë, dash që dush, unë jam këto ku jam, si të qoftë nuk mund të lejot me ardhë dikush për jashtë me na udheq. Për ironi të fatit, ne kem pas 4 vjet një kryetar që ka ardhur prej mërgimit, që s'ka pas sentiment për Prishtinën, nuk kam. Edhe që po prin me vota. Jo, ajo është i lem, këto familjen e ka këto. Parasysh ai është ndërtu, ai ka ndërtu jetën e vet në Londër. Në rregull, po ai familjen e ka këtu. Po edhe shumë mërgjimtar familjar ti kanë këtu. Ja. Sot sikur kur të vjen, veç pak lutem. Sot sikur dikur që është pi jashtit, vjen, po jetoj ka 10 vjet këtu ose 15. Edhe për parim Roma nuk ka pos vazhdimësi në Prishtinë. E ka familjen këtu dhe familjarët e tina ka dhënë kontribut për qitë Prishtinën. Edhe sa shumë familje të Prishtinalive kemi që kanë dhënë kontribut e që shkaqe politike, ekonomike, dikush ka dal jashtë dhe ka dashur. Unë thash, i nderuar veç pak. Unë thash, a ma mirë është me të qeverisë një i Prishtinës, a me tarë jashtë dikush. Qëto ke qëllimi? Po, deri sot shumicën e kryetarëve nuk i kemi pas që në kanë Prishtinës. Po tash politika i ka qitë. Amo politika ju ka mbuar. Edhe shpendameti s'është i Prishtinës, me jo ka buve. Këtë ju baton bëjsa Mustafës. Edhe Isa Mustafa nuk është i Prishtinës, është katunar. Po, është i parapartisë e dina, po ai këto ka asë kontributor shkollu, u bo profesor universitar, akademik se në Krishtë. Po jo me tarë ty që 10 vjetë e fundit dhe tarë të me ta servu aty si kërë sovër suedeze. Ushimin me roseli. Korab, dua një mendim prej teje, pra si ke po këto rezultatet dhe çështjet e balotajit vota diasporës realisht? Po ndërlidh nga pak të kolegë që folën në studio, duke të se kam jetuar 16 vite në Vjenë, dhe e di edhe informacionin e përveçaret edhe ndjenjen e tij edhe kontributin e tij. Është papranueshme diskursi që diaspora të mos ketë të drejtë morale për të zgjedhur kryetarët ose kryeministrin ose deputetët. Dhe në qoftë se ka në trungun e kombit shqiptar një pjesë patriotike që edhe i imponohet patriotizmi deshti e s'deshti, është pjesa e cila është në mërgim. Kolegët duhet ta dinë që problemi i mërgatës është problem tepër i madh dhe tepër serioz. Atje janë mbi gjysma e kombit shqiptar të Kosovës. Domethënë, në qoftë se flasim për numra dhe për legjitimitet, më tepër ka shqiptar jashtë Kosovës se sa që ka në Kosovë. Dhe nuk mund të përjashtosh ata për dëshirën tënde klienteliste. Pse voton diaspora ndryshe, është për shkak të pavarësisë së saj financiare, për shkak që nuk është klientel dhe nuk e lidh, domethënë drejt për drejt me ato gjëra që i lidhin nëpër komuna, sepse këtu votohet për shkak se njëri është arsimtar, tjetri është profesor, për shkak se duhet dikush të futet në punë edhe gjëra të tjera. E treta, sa i përket kontributit, më tepër ka kontribut financiar diaspora sesa dhe vetë banuar tonë në Kosovë. Sa vetë kush? Vetë na. Mos të harrojmë, në Kosovë vinë mbi 1,5 miliard euro të gatshme
që nuk kanë nevojë as të tatimohen, por janë injekcion i drejt për drejt në ekonominë e Kosovës, dhe a kanë të drejtë grupeqarët të marrin pjesë në zgjedhje, tregojnë vendet e punës që ata i hapin edhe e mbajnë ekonominë e Kosovës. Po të mos jetë financa që vijen nga diaspora, një pjesë tepër e madhe, për mos më thonë që 50% ose 70%, sidomos e sektorit ndërtimtarisht që në Kosovë është sektori i rëndësishëm i ekonomisë Kosovës. Ose bëjnë shpërlamet paras, bëjnë ato. Tjetra... Sistemin ndërtimtarisht i nderuar në Kosovë është bashkë për shpërlamet paras. Të lutem. Okej, të lutem. Zoti jeton në dëgjova me kujdes. Okej, faleminderit. Më fal. Problemi tjetër është që këtu më tepër ngrihet zëri pse diaspora voton më tepër pro lëvizjes vetëvendosje. Dhe nuk ngritet si problem, domethënë vetë vota e saj. Dhe kur i shikojmë numrat, të cilat vijnë nga votat e diasporës, janë numra simbolik, sepse nga diaspora nuk ka më shumë se 30-40.000 vota, as në zgjedhje lokale, as në ato qendrore, domethënë. Dhe kur e shem, domethënë ngritet një problem tepër i madh, sikur domethënë 300-400 vota për një komunë bë ka ndryshimin e madh. Faktikisht duke mos pasur një politikë normale, as të kryetarëve, as të qeverive lokale dhe as të asaj qendrore, ne krijojmë qytete të cilat projektohen me plane zhvillimore që të mos jenë të afta të pranojnë banorët e saj që janë larguar nga Kosova. E keni parë që të gjitha qytetet e Kosovës bllokohen në verë dhe në dimër, kur banorët e saj kthehen me shumicë në vend. Dhe duke i projektuar qytetet tona të tilla që të mos i zë shumicën e atyre që janë larguar prej Kosovës, është drejt për drejt një qëndrim edhe një udhëheqje që me plot gojë unë e quaj udhëheqje antikombëtare. Në ndy, ajo që voton diaspora, voton edhe për shkak të sentimentit kombëtar. Është vetë një lëvizje vetëvendosje që ka arritur të përçojë tek njerëzit në gurbet, ose të paktën tek ata që përfshihen qoftë në procesin e zgjedhjeve, qoftë përzihen me ndonjë postim në Facebook ose në rrjetet sociale, sepse nuk kanë mundësi të tjera të bëjnë, është për shkak se lëvizja vetëvendosje e ka përquar sentimentin kombëtar më tepër se sa lëvizje tjera, dhe për shqiptarët e diasporës janë të rëndësishme temat si territori, sovraniteti i vendit, dhe pastaj vijnë të tjera, domethënë Korat lutëm ma shpejt se kemi edhe reagime pastaj. Edhe e fundit, pjesa më e madhe e njerëzve që e kanë përshpejtuar lirinë dhe pavarësinë e vendit është pjesa që ka mërkuar, dhe kjo është historikisht, është edhe në shpallën e pavarësisë së Shqipërisë janë grupeqarët, veprimtarët që kanë vepruar nga Stambolli dhe nga kolonitë tjera, domethënë jashtë, edhe tani domethënë edhe në pavarësinë dhe në luftën e UÇK-s, një pjesë, ose për të mos thënë pjesa më e madhe e drejtuesve të asaj lëvizje dhe të asaj lufte vijnë nga diaspora. Pse e bën të tema është pse e bën këtë diaspora? Ka shumë shkaqe, ka shumë faktorë. Por që të thuhet që një grupeqar nuk ka të drejtë ma zgjedh mu kryetarin. Po besoj që tash edhe i dëgjojmë, se toni poti me dhënë shpjegimet e tij për këtë. Kur ti gjatë tërë vitit e ke domethënë një pagë domethënë që nuk e ka lënë mbi 6.000 euro, duke u nisur nga paga pak mbi mesatare, ndërkohë që secili grupeqar që vjen në Kosovë brenda vitit më tepër se 20-30.000 euro vjen edhe i sjell në Kosovë. Edhe për ka kontributi financiar, grupeqarët krimin jashtëzakonisht shumë në nivel vendor. Po, Visar pastaj jeton. Do shta pak mu lidh me Korabin, po edhe një aspekt me përkrah ku thot që pse mos milon me votu, kur ne kemi kandidat të komunave të cilët janë vendosur nga partitë të ndryshme që janë mergjimtar. Edhe përderisa ti si kandidat ki drejt me kanë qoftë për asambleje ose qoftë për kryetar, pse e mi u mohu tjetrit e drejta me votu. Orientimi i votës pastaj është krejt më abet tjetër. Gjitha këto partitë, themi kështu, opozitare tashmë,
e kam pas përkrahjen e fuqishme të mërgatës, të cilën ndër vite e kanë hup. Shka keq menaxhimi, keq qeverisja e tjerë e tjerë. Unë jam i bindur që nesër nëse vjen një frymë e re në Kosovë, një parti e re, një energji e re, mërgata do t'jetë pas asaj partie dhe energjie, pasi që këtë e ka tregu historikisht mërgata. Tash, të na është problemi që apo na dhem pse po votohet vetëvendosja, apo definitivisht e kemi problemi me mërgatën që nuk e dojna, nuk kem qef që ata me vendosë për neve. Edhe ti, Visar, këto po pajtosh me unë po plotësisht, unë jam shumë demokratik në aspektin e votimit, se cili ka drejt të votoj. Sot për sot, gjithçka është shumë e hapur. Kemi mediat, kemi rrjetet sociale, kemi individ, themi kështu kandidatë të cilët platformat e tyre nuk i shpalosin ma vetëm në sajtet të ndryshme ose përmes mediave kur jo është dhënë hapësira, por i kanë edhe rrjetet e tyre sociale ku ti me pak mendim dhe logjike shes se cili kandidat për ty është më i miri. Unë nuk e dëshiroj asnjëherë votën e inatit. Për shkak që vota e inatit është ajo vota e cila neve na kalon qoftë në aspektin lokal, qoftë në aspektin qendror, kaq mbrapa sa jemi edhe në zhvillim. Edhe na që tha Korabi më herët që komunat nuk arrin me menaxhu densinë e popullatës kur vinë mërgjimtarët në verë ose edhe në dimër. Sa i përket aspektit ekonomik, nuk isha me thonë që është aspekti i vetëm ose i veçantë për cilin na duhet t'ja japëm drejtën mërgatës të votoj, pasi që me atë sa kemi fuqi edhe mundësi edhe ne e mbojmë gjallë këtë vend, pasi që vendi jonë nuk është vend që eksporton, vendi jonë varet shumë më shumë nga të timet të cilët i paguajmë ne. Edhe ne e dim shumë mirë. Na që i paguajna. Edhe ne e dim shumë mirë se çfarë. Me gjithë respekt, por gjithë më falë, nuk mundet më krahasun një qytetar që i pagun të gjitha taksa paguese dhe i shkëllon fëmijët në ato komuna dhe politika, çove vendosja, i përdor mërgjimtarët taman si Lecki, i veç pak, i përdor pse nuk vin njerëz nga mërgjim, veç pak, pse nuk vin njerëzit nga mërgjimi me kandidu edhe që për Parlamentin e Republikës Kosovës edhe për Asamble. Po jo vetëm me shku atje, mi vizitu, mi ashpërla me morën dhe mu i gju mjekët politika shekët në 19. Kemi kandidat tjetër, kemi kandidat. Sidomos për deputet ka shumë. Kush është? Do të ndërhyj për shkak se është i papranueshëm diskusi. Që vetëm një sekond. Në qoftë se ka pjesa më edukuar, më shkolluar, më përgatitur profesionalisht dhe më dëshmuar, që i konkuron austriak, i konkuron gjerman, i konkuron të gjitha banorët vendas kudo që janë, është diaspora. Dhe nuk ka mundësi, as Jetoni, as Hashim Thaçi, as Albin Kurti, as kush, t'ia shpërlaj trurin diasporës. Ju e mendoni diasporën sikur ajo është pjesa më e pashkolluar ose më e paemancipuar e kombit shqiptar, ndërkohë që diaspora është pikërisht pjesa më patriotike, më shkolluar. Sa njerën i ke pas të arrestun që kanë shonë njerës shoft analista kolegë tonë, tutë e t'mit, që kanë kërku faljen kënë mërgjimtar që i kanë kërshnuë. Dhe sa jenë të gjikur për këtë rase dhe ajo sjellja e tyne përsi është individuale. Dhe sjellja e tyne që i kanë kërshnu edhe kolegët tanë, çdo studio tjetër dhe i kanë arrestu për ato sjellje jo të mira. Dhe ti mu më thojën të qjatën, po që fatë qjatën që më shonë mu më ofendoni kështë i pësillone. Ma t'juta më zbasi krasime. Presë se unë bëj krasime dhe rastëve. Jo, të mërë me bëvesh me fakte. O zotëri, në lista zgjedhore, ti ke 2.020.000 të regjistruar me të drejtë vote. Në rregull, në votime në Kosovë, maksimalisht i ke 850.000 votues, ku janë edhe 1.200.000 vota të tjera. Dhe ti, të më thëmë, merë dhe identifikat diasporën për 1 milion banorëve, mbi 1 milion banorë, se duke përfshirë edhe ata fëmijët të tyre, dhe identifikon me 2-3 raste të cilët... Jo 2-3 raste, për 10 raste janë, o Korab, i ndërum. Me falë. Ti e ke mbush studiot, zotë jeton, me njerëz që punojnë drejt për Serbinë,
I ki në studio analistat që flasin gjuhën e Vučićit, i ki në për studio njerëz që angazhuar konkretisht kundër Po i ki edhe ti ish deputeti ki që ka folë me Radočićin. Njëjtë është ajo. Prit, dhe ty të dhe... Ki, ja musas më dhamë, veç për folit t'i qka qa mendoj dhe qa ashtë, ty atë pëlqen, a i pëlqen e kujtjet shumë subjektive është ajo. Prit zotri, ti ke mbush studiot me njerëz që e quajnë diasporën gërnaqa dhe kthehesh edhe e bën problematike pse një person, domethënë, pas ka bërë një veprim të papranueshëm. Jo një person, por mi 5-6 raste janë të identifikumi që i kanë kërcënue dhe kanë kërku falje me ato sille jo të mira. Se qishë s'po të pëlqen ty që s'po të folë mirë, onë të vraje në kështë, ku ke pa kështë ti? Motivi duhet mu kërku aty. Cili është motivi? Unë thash, ti ki të drejt, me dalë në studio, me fol haptas, qifti Fatmir Shehollit, edhe i të tjerëve, me fol haptas për Shërbin, e një gurbeqar nuk pas ka drejt me shpërthy me mlefin e ti. Fatmir Shehollit është arrestua, është qështë e institucioneve atë shtetit prokurorisë. Po nuk ishte të qeshte institucionet... Ko, plët Fatmir Shehollit që i ka në arrestu para Fatmir Shehollit. Unë kom thonë në çdo studio tjetër, inderum. Në akon në Klan Kosova që i në akon bashkë, që kur kemë thonë që i kanë arrestue ata të Ferizajt, plus njone e ka djallin gazetare ka, shumë a keq, dhe o koni kamuflum, edhe ata mas 25 vetë, mas lirimit Kosovës, me punu ende për Shërbin, si qifti i ati dhe x, y, se unë e sirës dhe shpallën... Dhe s'pas ka drejt një shqiptari diasporës me reagu, a jo? Jo, me reagu po jo me ofendu me thonë të vrajet bëj kështu. Ma të lutna. Alejon bje masi pas ka jetu ti 20 vita, 15 vita atje, alejon kërcënimi. Fjalla është i lidh në rregull. As gëzo me ofendu as kërgjë. Ata pëlqen mendimin, a e shumë subjektive. Ti nuk gëzon me kërcënu. Ti kërkur nuk gëzon me kërcënu as një njeri. Se çdo familje që e lidh një fëmijë e rritë e edukon, ti me arë me Evropi ati eshit të pi qaj për shpis, të unë këtë kirika. Ma të luta më zbasi krasime. Ma zote kërabë, se zbanë. Folë për shterali, a më bëlqen më politika Albinit, e Lumirit, e Uranit, a e shumë subjektive është, e Memlit. Amo ti, nëse thue, është e mirë me kërcënu dikon me jetë, me që jeton në Gjermani, në Zvistër, në Anglizë, dhe s'përqeni një X analist ose Y, është e donshme me rinderum? Ekziston një problem tjetër, se ata shtetin e Kosovës nuk e shohin si shtet ligjor në shumicën e rasteve. Më falë kolegë se do t'i përgjigjem jetoni, të lutëm. Ju jeni në studio dhe mund krijohet pak vështirësi. Në rregull. Fakti që shteti nuk ka qenë funksional, sidomos me këta analistat që punojnë haptas për Serbi, ka qenë motivi edhe i reagimit të njerëzve të diasporës. Dhe ti, zotë jeton, sa merresh me pasojën, do më thonë që merresh me atë çfarë kanë gjarë, duhet merr me shkakun që e kanë nxitur. Dhe e dyta, unë nuk thëmë që duhet me vepru kështu me kërcënu, me rreje, me bo, unë thëmë që duhet shteti me vepru, që mëse pas nevoj fare qytetarë me reagu edhe me bo kësi tema, do me thëmë, të kërcënime ose të trafjes me gazetarë ose që kemi pa. Mirë po, duhet me pranu një fakt. Dhe fakti është këtë, që ka edhe vazhdon aktivitet anti-Kosovë në për studio dhe reagimi i gurbeqarëve është i tillë. Më zotri, mos harro, pjesë e madhe e luftës së UÇK-s janë njerëzit që kanë qenë në diasporë dhe në qoftë se i marrim numrin e dëshmorëve në nivel Kosovë dhe i bëjmë analizën, një numër tepër i madh i dëshmorëve janë nga ata që kanë nga diaspora. Pra, nuk ka drejt me stigmatizu diasporën kërkush për shkak të një individi ose dy individëve, por duhet të bëjmë besoj këtu më shumë po e diskutojmë faktin që po e votojnë në përmendet e ti për vetëvendosjen dhe jo për çështjet e studive dhe analistave. Duhet me veç pak një përgjigje pe i Visarit njerë. Fakt, du më ndërlidh me dy pika që gjatë reagimit jetonit atë korabit që më ranë vesh e para mërgjimtarët në shumicën e rasteve shohin Kosovën ende si shtet pa zhvillum, ende si shtet pa emancipum, e sidomos në aspektin ligjor e juridik,
nuk e shohin, në shumicën e rasteve nuk e din se Kosova ka një progres shumë të madh, sidomos në aspektin juridik. Nëse kërkon hiç nuk kena bë progres, në aspektin juridik kemi një progres kogja të madh. Edhe në këtë kontekst, në momentin e parë që dikush kërcënohet, koftë se na duhet me pa përveç motivit edhe shkakun, pse vjen deri aty. Na duhet me kuptu që shumica e njerëzve të cilët reagojnë në aspektin emocional. Pastaj është muhabet këtë tjetër i jam dhe jetonit, ai është personal, se a dojmë me bo zhurëm mbi atim, edhe sa e shohim ata se a është kërcënim real ose jo real. Dhe shumicën e rasteve unë i shoh që edhe ata paditësit, qofshin kolegë tonë, qofshin gazetarë, qofshin dikush tjetër, janë njerëz të cilët me zispresin me po pak zhurëm, me pos pak pluhen edhe me bo zhurëm. Dhe kjo është një problem që mergjimtarët ende nuk e kanë kuptuar që në moment që aty në ju hapet një padin, momentin e parë që vendosën ose zbresin në aeroportin e Prishtinës ose kalojnë një kufi, ata do të intervistohen ose edhe do të arrestohen. Kjo është sa i përket pjesës së parë. Pjesa e dytë e kam shkruar këto shteti me vepru për me pas reagime. E tha Korabi më herët, më s'di që mundet me vepru shteti që qytetari mos me pas reagime, pasi që qytetari edhe ka me ka një knaqën, po edhe ka me ka një pak knaqën. I ki mbi 1.700.000 banor në Kosovë, të cilët jo krejt mundesh me i knaqë. Jo krejt mundet mu knaqë me një vendim, me një ligj, me një veprim të qeverisë, me një veprim të opozitës, me një veprim komunal. Pra, nëse dojna me vepru ashtu që me konkret knaqën, kthejna shtetin prej shtet demokratik në shtet komunist, e vendosim një Kim Jong-un në udhëheqjet e vendit, edhe deshtëm apo s'deshtëm krejt kena me kanë të knaqën. Kjo është demokracia, këto na jep demokracia, kjo është fal demokracisë, se kemi këtë hapësirë që si une, si jetoni, si Korabi, si e tjetëri me reagu. Po forma e reagimit do të me kanë shumë e kujdesshme, pasi që e kontrolluar, faleminderit jeton, pasi që nuk kemi nevojë të shkojmë në ekstreme, të ofendojmë, po edhe ta kërcënojmë tjetrin, sepse nuk po na pëlqen mendimi i dikujt. Nuk lejohet me ardhë shekullin 21, unë që se pëlqej X parti, një pësillin partim, më vra mu. Po pësa më ka mu, baba më nëna, më vra, jo sa më vran, ajo më stima të sa në shtetë është policia dhe, po do me justifikua një rast dy. Për mi 10 raste që ka ndalë në media që kanë kërcënue, ty nëse nuk pëlqen jetoni, visari, X, Y, ty ki mënyra tjera, nësoni shpifi, rajt diçka, unë pa ditë edhe mu regullimi, e pa ditë visarin, pa ditë ato, dhe jo ti me kërcënu në dëvraj, ta ne me shku aty mi kërku fale para gjikatës. Jo, nëse vjen ashtu, është pa lidhe, as në asë për të shajna ty atje, as kërgjë. Ti nëse s'pëlqen... Urna? Po ti sa shove këtë diasporën, dhe ku ja, se shove, ja. One se shove kërkën, thash persona nuk, veç pak i nderu, këra veç pak, persona thash që kërcënojnë dhe që bojnë asë vepra penale që unë jetoni që s'pe pëlqeka X politikin ose visore se aj tjetëri pse me shop, pse me vraç, që kjo është e dëmshme, jo Krejt mërgjimtarët jetë mirëseare në çdo aspekt, jetë të respektuar, po jo dhe me kërcënu edhe jo me bo vepra penale veç që jetoni që s'pedoj ka një X parti. Ajo është e keqe Korab. Unë mendoj që çdo. Nuk ka mirëseardhje për mërgjimtarët. Do të thonë ti s'ki drejt mi thonë mërgjimtarit ti je i mirëseardhur. Se kushit ti me ndalu mu që unë së të thonë? Diskursi, ai vjen në shtëpinë e vet. Po normal veç ai pagun tokë sa pagu, jone sa pagu, ai tjetër sa pagu. Plus fëmijë si shkollon ai këtu. Vjen rrin javë 10 ditë, edhe shon ai me mas gjedh mu kryetari komunës. Korap mos e keq kupto mirë se ardhen, se edhe në shtëpia tona kur kthehemi prej punës na thonë mirë se erdhe, kështu që mos tento me kthy anej kapot konvenon. Jo, more ku do me kthy kapot konvenon zotri, po çështja është kjo, janë të mirëseardhur. Do të thonë, janë të mirëseardhur në shtëpinë e tyre. Po në rregull dhe? Po jo, diskursi i përgjithshëm është i papranueshëm. Ata ma zgjedhin mua kryetari, prapë është i papranueshëm.
Në thonë, ju po flasim sikur janë mish i huj, sikur janë element tradhtar që Por në shumicën e rasteve ata e deklarojnë veten si mish i huj, se thonë unë nuk jam shqiptar, kam pasaportën gjermane. Unë kam ato. Ai të kuptoj, janë na duhet është cik me 2 teja dhe mbarë Bili se ka çfarë nuk forme. shumica e ka nuk shtëcia të Kosovës i kanë hub. Thotë unë jam gjerman. Unë kështu. Edhe më non neve me na ignorua, po ma të lut na. Po e thënë, po ti duhet me trajtu si tragedi kombëtare, jo si gzim se e ka humba e shtëcinë e Kosovës. Jo, e ka hub, me plot vullnet e ka hub, jo ai kështu. Po mendon ti që e ka humba me të. Jo, po valla, po i ki shifrat Ministrisë Punëve të Brendshme sa kanë kallëzu ato, unë si ku mbato shifra, i ka bu shtetin. Ministria e Punëve të Brendshme i ka bëu. Korab. Ja, neve, në qoftë se nuk e trajtoni emigracionin shqiptar si tragedi kombëtare, çdo lloj analize ju del gabim. Unë duta me te i kalu këtë pjesë se u bë tepër edhe nuk du që 4-5 persona të mllëfosur nga aktiviteti hibrid që vjen nga studiot e Kosovës kanë pasur reagime emocionale. Por e vërteta është që nuk ka vrarë asnjë person i diasporës dikë tjetër, as nuk ka ardhur deri te incidente të atilla, domethënë që bëhen tema kryesore në kështu. Dhe jetoni e përmendi që është demokracia dhe liria e fjalës. Liria dhe demokracia dhe liria e fjalës posaçërisht shkon deri në nivelin që nuk dhënohet liria tjetrit, që nuk stigmatizohet personi tjetër dhe ajo kryesorja nuk ka mundësi në një shtet demokratik që liria e fjalës të nënkuptoj lirinë e veprimeve antishtetrore, lirinë e lobimit të hapur të agjendave që janë në kundërshtim me interesin kombëtar. Sepse jemi pothuajse në fund. Po, dhe dua të ndalem tek një çështje përmendi Korabi më herët duke shpjeguar përmendi sentimentin kombëtar. Do thotë që është bërë më shumë problem që diaspora po e voton më shumë vetëvendosjen, po u pengon kjo, apo realisht pse diaspora po voton si proces? Me këshir për shembull, sentimenti kombëtar që përmendi Korabi. Edhe e përmendi pra që vetëm vetëvendosja ka arrit me prek këtë sentimenti kombëtar tek mërgata. Sentimenti kombëtar ka pak e ka gjenezën më herët, Ushtria Shqiptare e Kosovës ka lind shumë herët organizim politika Ibrahim Rogos e të dhe lëvizja vendose atëherë s'kon as në horizont, as kur gjë heq. E dim që shka lëvizja vendose, këto e çfarë rrugtimi ka pas e të sidoqoftë ja lojna kohës dhe historisë me folje edhe për lëvizje vendose, por sa çfarë kontributi ka bë, dihet kush ka dhënë kontribut për shtetin e Kosovës, për Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, bile lëvizja vendose edhe Albin Kurti ka thonë ky flamuri Lara ETJ, mos thim i ka ofendu të i thonë Hashimit shko anena ETJ, tash besoj që edhe këtu si pëlqen abnekujna dhe këta po dojnë me marrë komplet sentimenti kombëtar kishte lëvizja vendose ka bo angazhim dhe po do me marrë një pjesë tyne, jo është gabim. Dihet kush e ka meritën që për themelimin e shtetit, LDK-ja, UÇK-ja, pikësh, e din çfarë kontributi ka dhënë Ibrahim Rogova, e din çfarë paktën kontributi ka dhënë Ushtria Shqiptare e Kosovës dhe ata djelë që po gjikon atje dhe tjetë atje dhe migjajet artë atje që u gjiku prej njerëzve që kanë quhe raporte false atje dhe prej Serbisë. Dhe si të qovë, dhe tash mënohet këta lëvizja vendose me këthy në sentiment kombëtar dhe ato që e thashone, me ashpërla me morën, kishi këta s'po bojnë kur gjë për juve dhe unë po bojnë kur gjë për juve, më konë lëvizja vendose e mirë, i bjen 10 njerëz, qoftë në Kuvendin e Kosovës dhe shumicën ishtin në asambleje të përsa në çdo komuna dhe jo me bo politika shekullin 19 arta dhe me thonë, une i du mërgjimtar, jo si du mërgjimtar, ti me shkone paktën njëherë veç për vota atje dhe për mes njerëzve tu që i ki instalu atje në komuna, atje më falë në përvend në Bashkimit Europian, qoftë ku dush, dhe tash këta kur vjen kohë e votave, mi a pagu rrugën, mi a pagu autobusat, marrë me votue atë lëvizjeve vendose, besoj që kjo është shumë e donshme dhe këto zgjedhje u po shumë qartë sa dojnë lëvizjeve vendose, sa ka po lëvizje vendose për shtetin, prej momentet, e kemi thonë këtë studio dhe çdo studio tjetër që u fol,
prej momenti kujnë në certifiku zgjedhore, që në muj, Albin Kurti si ka themelu institucionet. Pse? Për interes puro politik, puro personal. Shtetin në kriz, i ka prish marrëdhëniet. Me shëbo, me Bashkimin Evropian, se takojnë më në qeveri, po takojnë konvent aty. Edhe tash kjo është shumë e qartë. Qa ka bo lëvizje vendose dhe çfarë sentimenti kombëtar dhe qa ka bo për shtetërtimin e Kosovës. Që 5 vjet ekonomia në regres, sistemi juridik është shumë i dobët dhe prap njerëzit janë në atë pikë paktën kur janë konë atje, me Mitrovicën kanë lujt atje, Qetas, Lista Sërbe, prap i fitoj 4 komunat, plus komunat tjera, Vučići ti kontrollon 9 komunat shtetë të Republikës së Kosovës dhe këta bujnë populizëm. Po çfarë lëvizje vendose, çka ka bo lëvizje vendose këto? Lëvizje vendose i ka ratu njerëzit e vet dhe ka bo politika populiste. Kur gjë për shtetin s'ka bo. Dhe këta dalin e mbrojnë. Masi kjo është e dënshme. Ai musën mashet këto? Po. Pritje ta. Sa për rolin e shtetit Kosovës në atë aspektin e statistikat flasin të kundët në asaj që tha jetoni. Okej. Në vitin 2021 në Mitrovicën e Veriut, kandidati i listës serbe i ka pasur 97% të votat komunitetit serb dhe kjo përqindje ka rënë në 65%. Në komunat e tjera, ku ka qenë mbi 90% ose dikun edhe 100%, Po i ka fitu vendiru, më kërabi, i ka fitu ato komuna, i monitoron Vučići edhe Radočići, më pike ki, ka dalë për dorë zogi ma ati së në këthen, ato këtë ki, jo ata kryetar në 10 vota që jëmë, po atje dhe, pasën s'ke mund me nëzirë një certifikat pronës atje, po ma këra mësë në shqit politikat shqikëllë në metodë të ishtë atë lutna. Ja, nuk shesu në politikë. Ja, po ti po thue 90%, ai kryesori ka fitu komunën dhe është kryetari sërb, jo shqiptar, pik në regullimi këto tash. Prit, po, sepse partia jote ku ti ke militu vazhdimisht do të jeton. Jo, one janë a partijak. Gjema mun librezën e naj partis, one të baj përgjësi. Ma të luta, mos bëk si senës, është e dënshme. One s'japi logarik kujna, as marë pare, as për ati, as për ati. Vesh, e kom thonë sa herë. Prit, mundesh me thonë, po mu realiteti do këtë pak më ndryshë. Po të është mendimi jëtë, është subjektivësht, por mua të pëlqen t'ja jo. Se bëndërryu kur po flasë. Po vesh fole realitetën se s'po moj me të lunë, diçka që aso që ashtë, te bëm thoi jëmë, te bëm thoi jëmë, te bëm propaganda anti shtetë. Ja, veç pak, te bëm thoi jëmë me partinë, që të ma liberezën, që të mendi ku ju kohë me naj. A themi të sentimenti kombëtar, që këtë që është ndjeshme. Narracioni që e manë në studio dje dhe në veri fitojnë serbet për arsye se 25 vjet asnjë qeveri nuk ka punuar që komuniteti shqiptar i dëpërtuar në dhunë në vitin 2001 mbi 11.000 shqiptar, vetëm ka Mitrovica Veriu nuk janë kthyer. Dhe ti nuk mund të bësh tash çështjen që e fitoj lista serbe kur banorët serb janë më shumicë absolute aty. Çështja është, çka ke bërë ti për 25 vjet për mi kthy komunitetin shqiptar aty, se na pushtet me dhunë në Mitrovic nuk është agent shtetëror me mbajt pushtet në. Kështu s'po thotë që është a ka ikur zogu i Veriut, në kuptimin, a s'ka ikur, unë ta tërheqi paralelen e njëjtë me Preshevën. Shqiptarët në Preshevë mund të qeverisën në aspektin komunal, mirë po nuk mund të sfidojnë sovranitetin e Serbisë në atë territor. Dhe për këtë arsye, edhe serbët e Veriut, edhe lista serbe, edhe gjithë ata banorë aty, do të mësohen me policinë e Kosovës, siç është mësuar komuniteti serb në Graçanic që dikur bënte barrikada, do të mësohen me gjykatat e Kosovës dhe shumë shpejt, zoti jeton, do të mësohen edhe me uniformën e ushtarit të FSK-s dhe kjo punë ka marrë fund për gjithmonë. Po, dhe për atë se jemi fare në fund, sepse dua edhe një mendim nga Visari për këtë sentimenti kombëtar, që të mos ndrojmë kështu temë plotësisht. Nëse voton diaspora PDK, do të thonë është në rregull. Nëse voton vetëvendosje. Ti po thua që po varet prej partisë. Pse diaspora po voton vetëvendosje, prandaj edhe nuk po preferohet me votu diaspora. Zonja Arta, nëse i shohim tash në statistikat, me Rahovecin konkretisht. Më tepër diaspora ka votu për kandidatin e LDK-s në Rahovec sesa për vetëvendosje. Dhe kështu i ke komuna të ndryshme, domethënë, nuk është çështja kjo.
por është kriju percepcioni që kur Brigata voton vetëm për vetëvendosjen dhe për këtë arsye asaj duhet më ndalu ose duhet më thirrë në përgjegjësi morale, ti nuk jeton këtu dhe ma zgjedh mu kryetare nëse presidenti na kriminalizon. Po, Visar? U preken shumë tema, po du me nejtë të që jo sentimenti kombëtar, është një temë ndihshme, është një temë sensitive që definitivisht dush me pas shumë kujdes se çka prek edhe çka thu. Ne dim saktësisht se qysh kemi ardhur deri sot te mundësia që të votojmë të lirë edhe ta shprehim mendimin edhe dëshirën tonë, qoftë për një parti ose qoftë për një kandidat me mbi bazën e votës. Se kush din ta përdor sentimentin kombëtar më mirë, pastaj është një lojë tjetër politike jeton. Visarin e Romi Shpan, një kryeministës që s'merr pjesë asnjë protest, qoftë në Shqipëri, qoftë atje, qoftë këto. Ai është më bet tjetër. Jo. E ç'është ti përdor sentimentin, ti do më marr. Unë jam person që jam kur po më shlirimi i Kosovës, po thot i nderumi, shumë mirë, po thot që vetëvendosja po shkon mërgjimtarët pisjell e të jep, po i bën politikat mira. Po pse s'po vinë që ata mërgjimtarë 10-15 veta me kandidu për Kuvend Kosovës? Pse nuk vinë 20 mërgjimtarë të mirë se ardhur, më konë asamblej në për ato komuna? Dhe qysh një kryeministër nuk del mi përkra kreret e ushtrimtarët Kosovës. Falë tyne na që të po folëm shlirshëm. Dhe qysh një kryeministër i Republikës Kosovës në detyrë bë politika jutë mira për shtetin e Kosovës. Qa ka shpive? A bërë një moment për ata, lutna veç ti përgjith në shpejtjetonit. Sa i përket aspektit gjykatës speciale, ne e dim shumë mirë vendimin e Zotit Kurti që nga viti 2015 deri më sot. Unë jam vetë në atë periudhë kam qenë pjesë e lëvizjes vetëvendosur. Unë vazhdoj ta kem po mendimin e njëjtë për gjykatën speciale. Unë po besoj që pse nuk shumë me vizitu me Zoti Kurti atje, thosh fare ideologji thot ata formular si mushi, po cinizëm braja. Ai ka thonë që ne nuk e pranoj këtë gjykatë dhe në moment që i nënshkruaj ato dokumenta i bën që po dal kundërshtim me veten që besoj që shumë njerëz në televizionet e Kosovës lumin është po lag bre, ai është me kalu lumin po lag. Apo argumentoj çfarë do të thonë. Protesta. Unë jam pro protesta, unë po besoj që na është dashur prej vitit 2015 mos më ndal asnjëherë protestat kundër gjykatës speciale. Se Kuvend se ka sjell një vend, një vendim me mbikëqyr gjykatën. Se nuk mundesh, se në çdo lloj vendimi, çdo lloj ndryshimi proces verbal dhe në aspektin juridik më mirë son, duhet përkraja listës serbe dhe lista serbe absolut në asnjë vendim edhe ndryshim proces verbal nuk merr pjesë, e nëse dojna me zhbo komplet gjykatën speciale atë do të ishte vetvrasje për Kosovën. Po du më ndërlidh në aspektin e gjykatës speciale, unë jam pro, thashë më herët çdo lloj proteste, çdo lloj ngritje zani, unë isha kom pro edhe më organizu protesta kundër atyre njerëzve të cilët e kanë votuar gjykatën speciale që sot dalin në emër të UÇK-s, në emër të një slogani liria ka emër, në emër të disa individëve të cilët unë besoj fuqishëm gjykohen padrejtisht për luftën e pastër të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pasi që vetëm pjesëtar ose familjar të cilët janë vrarë UÇK dëshmor, edhe absolut nuk dëshiroj edhe nuk guxon me shku mendje kërkojna që UÇK-ja ka bë krime në civil. Ata duhet ose ne duhet të organizojmë protesta kundër këtyre njerëzve të cilët e kanë votuar gjykatën speciale. Kjo do të ishte një protestë hala më e mirë se ardhur se sa protestat të cilat po bëhen puro politike. Ma thuj ti mu një protest në të cilën familja Jashari, familja Gim Ramadanit, familja e shumë komandantëve të tjerë, të cilët sot janë dëshmorë, nuk janë pjesë atyre protestave. Çfarë proteste është përveç se protestë partijake? Po nashta ka marrë pjesë, a kanë identifikuar familjen e Agim Ramadanit që ka marrë pjesë. Kush nuk e njeh gruan e Agim Ramadanit? Po nashta s'ka dash po kluda këtë jeton janë disa narrativa. Një protestë gjithkombëtare, Shqipëri që ka marrë pjesë, pse nuk mor pjesë Edi Rama? Pse nuk mor pjesë Edi Rama? Edi Rama e dha lejen. Ai çfarë vetën? Tha, unë tha s'pe marr fjalën, atë far fjalën tha se po mendoj protesta ai. Fare nuk kem protesta, ai nuk e fare protestë. Pra, na duhet shiko, narrativat e cilat po i ndërtojnë ana, duke tentuar me akuzu njerëz të cilët që kjo është një problem shumë i madh në shoqërinë tonë. Na nuk kena mësu me majt një vendim
ose mi shku një vendimi deri në fund. Na do të me konë të lumtur, nuk pajtohemi me politikat e Zotit Kurti. Po, na do të me konë të them të lumtur pjesërisht me disa politika, nuk e pranon gjykatën speciale, nuk e pranon gjykatën speciale. Unë nuk e di që qeveria e Kosovës ka punu kundër njerëzve që janë atje, ata janë pagu miliona, janë pagu miliona për avokatet e tyre. Ato është obligim ligjor shtetëror për mi pagu avokat, po do të me kriju kushte shumë atë mira atje, do të me bo ma shumë për familjarët, për vizita, atë me jo merë, nuk po të me javë caktuar. Po dhe gjeme Korabin, Korab po? Se ka qenë një protest puro politike, është treguesi më i mirë mas pjesëmarrja e Zotit Rama në këtë protest. Dhe në këtë protest nuk ka hapësirë kryeministri i Kosovës dhe as kryeministri i Shqipërisë. Për arsye kryeministri në detyrë është. Për arsye në thjesht, po për kryeministrin në largim jeton. Jo, në detyrë është se e marrë postën edhe të kryeministrit edhe ati deputetit komandit Kosovës. Veç ligjerisht mundët, o Karap, veç thuma nga të lutëm, me gjithë respektit, veç thuj jo që është okej, qasht me ligjë. Veç ta dëgjojmë deri në fund se jemi fare në fund, fare shkurtër, Korap. Jo nervoz, po veç thuj e realitetin, se ki personalitetin tonë dhe se jemi kaq. fare në fund, fare në Po fund. mos me thonë realitetin kur ti vërtet të kohë. Korap, lutem rithemi tek... Jo, të lutem, kam respekt shumë për ty, shumë gabim je. Prej pra, vetë mos pjesëmarrja e kryeministrit është tregues i asaj që ka qenë më tepër politike dhe udhëhecit e veteranëve të UÇK-s janë eksponent të Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe e dyta, nuk ka hapësirë për kryeministrin e Kosovës dhe as për kryeministrin e Shqipërisë që të marrin pjesë dhe të organizojnë demonstrata në të cilat hapur është ndaj kundërshtim ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne i dim dënimet e ushtarëve, e dim akt akuzën, e dim raportin e pikmartit, i dim të gjitha. Por atë gjykatë speciale e ka krijuar Shteti Amerikan dhe me presion dhe me lutje në të njëjtën kohë dhe është puro amerikane ajo organizatë. Ndaj dalja e një kryeministri të Kosovës ose të Shqipërisë në një veprim konkret kundër SBA-s është në kundërshtim me pozicionin strategjik shtetëror. Dhe Edi Rama, për ta pastruar veten, se është i njëjti që thot veriu është toka e askujt, në kundërshtim me betimin e UÇK-s, thot që Bashkimi Kombëtar është relike e shekullit kaluar. Dhe është i njëjti Edi Rama që në stadionin e policie e Tiranës e largon simbolin e UÇK-s me policinë e shtetit dhe veprime tepër të mëdha. Do të thonë është i njëjti që ka detyruar Ramush Haradinajn ta ofendoj, është i njëjti që i ka bërë kryeministrit Kosovës pa di, është i njëjti që në çdo lloj kundërshtimi me ata që e kanë formuar shtetin angazhohet qeveriu mi taku Serbisë, ka marrë pjesë në sanksione ndaj shtetit Kosovës duke anuluar mbledhjen e përbashkët të qeverive dhe ky person nuk ka asnjë tregues që është pro UÇK-s përveç asaj që dën të karikohet në aspektin kombëtar, por populli shqiptar nuk është delë dhe e njeh këtë filozofi. E dyta që do duhet të potencoj këtu është ne nuk mund të ndikojmë vendimarrjen në gjykat, as me protesta, as me vizita kryeministrash në Hagë dhe as me një. Të vërtetën e UÇK-s në Hagë e mbron, ose luftën e UÇK-s në Hagë e mbron vetëm e vërteta. Dhe duke qenë se vetë presidenti ose ish drejtuesi i ushtrisë ligjore të Kosovës e ka orientuar mbrojtjen në atë kuptim që nuk do të dalë si komandant dhe si drejtues i saj, por u lë barën komandantëve vendor, komandantëve të zonave, sidomos zyrës politike të Adem Demaçit, është një mbrojtje e cilën ai vetë ka zgjedhur. Pra, ne kemi një problem në Hagë. Lutem fare shkurtër, po, se jemi në fund. Ne kemi një problem në Hagë,
kur narrativa që ky është lirimtari drejtuesi, ai vetë më thot. Dhe e dyta, sa i përket asaj që a duhet me bë protesta, as duhet me bë protesta. Protesta vetëm që është dashur më bë ka qenë atëherë me arrestimin e Zotit Thaçi. Dhe në qoftë se atëherë askush nga populli i Kosovës nuk ka dalë në protestë për ta bllokuar qoftë Prishtinën, qoftë rrugën deri në aeroport, ose edhe me protesta nëpër komuna, nëpër qytete të tjera. Dhe e kanë lejuar hashkrimtarët të shkojnë në Hag, protesta të tjera janë edhe për fund simbolika. Mund ta përdorim për shembull vetëm për të thënë nuk kemi kohë dispozicion, lutem. Që moralisht jemi me ju, mirë po asnjë efekt, as juridik, as në procedura nuk mund ta bëjmë me protesta, përveç se tu themi luftëtarëve që ne jemi me ju në aspektin moral. Dhe e dyta, e fundit, do të them falni se po përmbyllëm, nuk kem të drejtë të orientojmë diskursin publik në mënyrë të falsifikuar. Duhet folur pa anime politike dhe duhet folur atë që publikut i duhet për të zbardhur të vërtetat. Unë këtë e kam si mesazh primar. E pash Karabin, unë nëse mendon që po të pengon për ty kam shumë respekt dhe vlerësoj shumë për stimin tonë personalitetin, ato e ki gabim atë mendim kundër meje që ki unë u tha... Po mendim jetën, po reagimet vllazë. Po nderum, unë më me thonë qa dush, është në personalitetin tem, a i pëlqen Karabit, Visarit, ati është shumë subjektive. Unë për ty kam respekt dhe kur gjithë ka personale me ty, as me lëvizje vendose. Muni politike zotit kurtin s'o pëlqen kaq. E pash Karabin, shumë të respektum që tha, këtë gjykata speciale është me Aminin e Shëbas. Nëse është me Aminin e Shëbas, qysh James Rubin me dhoni dëshmi kundër për të mirën e UÇK-s. Faktikisht, ako ka konë Shëbaja, veç pak, ako ka konë Shëbaja, momente shumë kruciale kundër Kosovës, që ka bashkëpunu James Robin, Albright, dhe të gjithë ata që kanë me dëshmue. Nuk pajtohesh me Karabin. Jo, s'pajtona, dhe qysh s'po bëjka me protestue, kretë ata që kanë marrë pjesë në protestën e UÇK-s, qovë Prishtinë dhe qovë Shqipëri, kë kanë kundër së keqës, kundër UÇK-s, unë s'po mëjtë diçka me mendu ose me paramendue. Ma fluta për atë se... Në dy protestat në Prishtinë, ka marrë pjesë edhe vetë personalisht. Po nuk ka marrë pjesë, flutna. Në protestën e Tiranës nuk ka marrë pjesë për arsyejnë e thjeshtë, sepse ka qenë një organizim i pasinqert i kryeministrit Rama, dhe më kaq. Ajo është... Në dy protestat në Prishtinë... Ta vlerësoj atë mendime do, po si do qoftë, mu po nëmë se Albin Kurti është edhe veteran, ka certifikat veteran, pëse mu si marë pjesë, që është shumë eron është. Po, jeton, Karab lutem, e Visarin edhe po e përfundojmë, se nuk kemi ko. Qësë është anti-amerikanizëm, pëse po vjen me dëshmue të gjithë ata emisarë që kanë bashkëpunu momente kruciale. Kjo është Eran, zote Karab. Karabi ka mendimin e tip, se ta e qaraj edhe të Amerikanizëm, po nejse si do qoftë, është mendimi ti e respektoj. Është mirë që kena diversitet mendimesh, po me një pikë pajtomi të gjithë që UÇK-ja është e pastërt dhe ata njerëz po gjykohen pa drejtësisht atje, se pastaj se çka mendon Visari e Toni Karabi në aspektin e përgjithshëm është irrelevant pasi nuk çon pesh në gjykimin e tyre. Unë po shpresoj që protesta definitivisht, nëse do të kemi protestat e ardhshme, të organizohen nga populli dhe për popullin, për ata individ që janë atje, sepse këto protesta ku në krye të saj janë njerëz e PDK-s, unë për veti nuk i përkrahi, pasi që këto janë protesta, kemi folë të në studio, këto janë protesta ku po shihet qartë që tentohet të forcohet një mendim, një narrativ kundër një personi, një subjekti politik, ose disa individve të caktuar, qofshin ata televizës vetëvendose se jo lëvizjes vetëvendose. Unë me udhbasha në rendin e parë të protestave asnjëherë nuk do të jem bashkë. Po, dhe besoj me këtë përfundojme, pra ndi Visarit, diversitet mendimesh me fatmirësisht. Të fundit,
80 postimet e fundit të zotit Fatmir Sheholli, të shpionit Fatmir Sheholli, kanë qenë me këto siglat e UÇK-s, liria ka emër dhe të tjera. Dhe në qoftë se do të ishte i lirë, edhe ai do të merrte pjesë në këtë protestën në Shqipëri. Pra, duhet sqaruar, Vistari e ka mirë, duhet sqaruar aktiviteti kombëtar dhe proshtetror dhe aktiviteti propartijak. Po. Kjo protest ka qenë... Besoj... Po, është partijak edhe bashkëshortja Recep Selimi që ka marrë pjesë ati në Hag. Ajo ishte në marsh me Lazim Haradinajn me... Po, me rëndësi është që është pjesëmarrja, ajo ka shku Prishtinë në Hag, u shku atje. Po. E ka përfasu edhe vetë ka qenë pjesëtare e UÇK-s, po në rregull, po pse s'ka shku edhe Albin Kurti, që është veteran, edhe ajo është më i bashkangjit, edhe në Shqipëri, edhe në Prishtinë, edhe në Hag atje. Se është veteran i UÇK-s, ka certifikat veteranit. Çfarë do të ndodh tutje? Unë ju falenderoj shumë, Kora, faleminderit shumë që ishe me ne sot. Faleminderit edhe ju. Faleminderit edhe ty, Jeton Visar, që ishit në studio. Faleminderit, si gjithmonë. Dhe